Dyert o hapen, eja me veturën tuaj dhe parkohu shumë shlirë, ndash në bërë, e ndash në garazh në brenda, dhe shikoje shtëpinë që sa e ke kërkuar me e blej. Mirë po jo vetëm shtëpinë, bashk me parcelen prej 5 ari. Kjo shtëpi e bukur shitet me çmim prej 1250 euro për metër katror. Për ma detaje, ne do ju tregojmë edhe pjesën e mbrendshme të kësaj super shtëpie. Këtu jemi brenda shtëpisë moderne, e cila ndodhet në lagjën Qendresa e vjetër, shumë pranë Baumarketit. Kjo shtëpi e bukur, të cilën do e prezantojmë në detaje, i ka 500 metra katror hapësirë banimi. Kjo është kati përdhes i kësaj shtëpie, e cila e ka organizimin mjaft mirë. E vreni, me 2 shkallë të vogla, jemi në pjesën e sallonit, ku hapësira është mjaft e madhe dhe shumë komode, ka ndriçim të mirë nga jugu dhe shumë ndriçim. Pastaj kemi oxhakun në ballë të këtij salloni. Kuzhina është moderne me të gjitha pajisjet e duhura. Dyshemen e ki parket. Në këtë kat i kemi edhe 2 dhoma xhumit. Kjo është dhoma këtu që shihet, dhoma e prindërve me banjo brenda, dhoma e musafirëve, e kemi një WC këtu dhe shkojmë pjesën sipër ose në katin e parë. Shkallët janë të punuara me shumë finesë dhe kanë ndriçim natyral. Në këtë kat të kësaj shtëpie të bukur i kemi 4 dhoma shumë të mëdha të xhumit. Po fillojmë nga dhoma kryesore, dhoma e çiftit. Shtrati garderoba dhe ka një banjo mjaft madhe këtu, e cila e ka edhe dritaren. Por e ka edhe një balkon shumë të madh ku mundesh me dalë këtu edhe me marr vitaminën D çdo ditë. Pastaj e kemi dhomën e 2 të xhumit, banjon e këtyre 3 dhomave tjera. Kjo është dhoma e 3 e xhumit ku pronari ka quajtur dhoma e bijave dhe kemi dhomën e 4 të xhumit e cila është dhoma e fëmijëve. Tu jemi në verandën e shtëpisë suaj të re. Në këtë verandë të bukur mund të dalësh direkt nga pjesa e sallonit. Kafja ose mëngjesi në këtë ambient të bukur shijon më ndryshe. Dosh me ardhe dhe me e provu. Shtëpia është ndarë në 3 nivele ose etazha. Garazha, ku e keni përveç garazhës e keni edhe lavanderin, pastaj është përdhesa ku e keni sallonin dhe 2 dhoma xhumit dhe katin e parë ku janë 4 dhoma xhumit. Ju që jeni edhe familje e madhe, përveç që kerrët mund t'ja uzën një 6 copa, mund të rahatoni me komplet antar të shtëpisë. Shtëpia është thuajse e re, shumë pak e përdorur nga vetë pronari, zakonisht verat i kalon në këtë ambient. Tani ka ardhur momenti që ai po don me lëviz në një lokacion tjetër dhe dëshiron këtë shtëpinë e vet, të cilën e ka personalizuar, t'ja jep dikujt i cili është vërtet marakli i kësaj shtëpie.